të ndihmojmë pak të rinjt në fushën tonë, marketing. Çfarë këshill do jepe një fillestari ose një studenti marketingut? Njëra të parë nuk duhet jenë të rinë ato kornizën e tyre që kanë. E diskutuam shumë që marketingu kërkon kreativitet dhe duhet jesh gjithmonë njëri shumë kreativ, duhet të sjellësh gjëra të reja, sepse nuk solle gjëra të reja, asnjë kompani nuk ta hap derën. Shpalos një ide, shpalos një gjë të re. Ne bashkë sherëm disa mendime që unë dua të bëj për të ardhmen në kompaninë ku punoj. Edhe duhet të jesh gjithkohën. Ne edhe për kafe u takuam prapë për punën. Për punën, pikërisht. Por shumë e rëndësishme është që mos të dorëzohen në gjërat që bëjnë. Mos e kuadroni veten në një dizajn që ti bën. Kërko më shumë, bëj më shumë, sjell një dizajn të ri që se ka parë ndoshta më përpara kompania jote. Hulumto, kërko. Gjej ato ngjyra që të përshtaten të gjithë kolorimin e gjërave tua që ti do te template-i jot. Sjell trendet e reja, futu dhe kërkon gjërat që janë trend në dizajn këtë vit. Edhe aty shef se ku i kanalizon në dimër, në sezonin e verës, në pranverë. Por normalisht nuk duhet të rinë në atë kuadratin e vogël, trekëndshën që t'jep vetëm ai kompjuteri.